Omeri ka pas unazë, e ka gravun të kefa bil mauti waidha. Mjafton deka pa kujtu se qëtë, kime. A ka shumë dikon që e syve s'qilë dikon që kime deka, a ka shumë dikon. Edhe në shmuta, a deka tash masë e në panë më bo. S'kem qef na, s'da me ta përmen deka këtë me flejt. Se të ishën qunë. Anë hajtë kur qosh, apo? Si qosh, e të sajtë se të rëtit dhe Allah së më problem. Mirë. Ani ata vëna kur thamë, po ta po kena tonë. Na zgjojmë vend ku me hotë, aty që kime dek, ku me ndajit atë dakik, me të kundu që kime dek. Jo për panik, jo për frikë, për vetësim e këndellje, për angazhim dhe ambicja, ja se deka është motori besimtarit, e lëviz, kur është aty që kime dek, do dhe saj qupra. Në betejën e Uhudit deri, kur u përhap lami që ka dek pejgamberi, nuk e dek te ona. Ka dek pejgamberi s.a.s. Kur u përhap lami Davullin, i qojnë të gata, u dek pejgamberi, e ka letë për të një të lejtë si për nëdhër. Qëfar për bëni që luft, a nësë ka për fund? Tha në dek pejgamberi. Ani qka tha që në dek? Që në dhe për testi që të dek ajtë, jo me dajtë. Qka e lidi dek me qka? Me punë, angazhim e sulmë. Jo gjënësit e zbrapës e ike, jo. Nësë do se për dekën për me vajtu, asë të me zhënjë, jo. Asë të me të shruj, ja, kjo është isë e shetanit. Në flasën në rëdit për të vendesua, në që kime dekë.